duke qenë në një familje të varfër dhe pa mundësi ekonomike për të këmbgulur në nevojat e mia, dhe unë isha detyruar të punoja për veten time, për shkollën dhe të ditë isha okay me gjërat e mia. Unë isha 18 vjeqe, por mosha nuk është se ka të bëj, mund t'isha e madhe për ca gjëra, por në rrjet përfundova si t'isha një 12 vjeçare dhe shfrytëzimi më shfrytëzuan duke e parë që nuk kisha mbështetje te askush dhe pa dhimbje vetëm më shfrytëzonin ashtu dhe nuk u ndalshin kurrë. Derisa lash çdo gjë dhe kam menduar shumë herë edhe vetvrasjen, sepse nuk po ja dilja dot e vetme. Por kisha dëgjuar shumë për shërbimin social dhe 2-3 herë e çova ndërmend dhe në fund mora guximin të shkoja. Më dërguan në një strehez në Tiranë, derisa erdhi edhe koha që të filloj dhe shkolla. Tani ndihem shumë më fort fal vendit dhe fal atyre që kam rrotull që më mbështesin, një shtëpi e ngrohtë, ku më forcon dita ditës, ku njoh veten më shumë, forcat e mia që nuk i kam vënë në dukje kurrë, dhe mbi gjitha shpresën që mund t'ja dal, pa u dorëzuar, dhe po ashtu mendoj jam shumë mirë edhe me shkollën, mendoj edhe për të ardhurën, për të ardhmen. Tani unë jam në një frymëzim tjetër dhe për vajzat tjera që ndodhen në pozitën time, që dhe ato të marrin guximin, të flasin, mos theshtin kurrë dhe të bëhen dhe ato të forta, se gjithmonë ka një zgjidhje.